I ruajti lekët, Valentino Rossi çon në gjykatë të dashurën e babait. Përplasja mes Valentino Rossi dhe babait të tij, Graziano, përfundon në gjykatë. Gjithçka nisi në vitin 2024 kur ikona e motociklizmit kërkon dhe merr emërimin si administrator mbështetës i teatrit, sot 71 vjeç, të cilin e konsideron psikologjikisht të brisht. Pas një viti, Graziano i kërkon të birit lirohet nga ky kontroll ligjor. Valentino nuk pranon dhe nis një proces civil. Në 4 mars 2025, gjykata e Pesaros i jep të drejtë babait duke e konsideruar plotësisht të aftë për të kuptuar dhe vepruar. Në këtë pikë Valentino vendos të mos apelojë vendimin, por kalon në një tjetër front, paraqet kallëzim penal ndaj partneres aktuale të teatrit, duke akuzuar për shfrytëzim të personit të paaftë. Sipas rindërtimit të tij, ajo ka tërhequr nga llogaria e Graziano Rossit 176.000 euro, për të cilat 100.000 me përshkrimin hua, si dhe 34.000 euro të tjera kesh gjatë 12 viteve të lidhjes. Zbulimi sipas Valentinos ka ndodhur gjatë vitit kur ajo shtronte rolin e administratorit mbështetës. Zëvendës prokuroria Irene Liliu ka urdhëruar një sër ekzaminimesh psikiatrike për Graziano Rossin, të cilat kanë konfirmuar se ai nuk ka nevojë për administrator mbështetës dhe se nuk mund të konsiderohet i mashtruar apo i paaftë. Tashmë, ndërsa Guardia di Finanza po heton të gjitha daljet financiare nga llogaritë e Graziano Rossit, prokuroria duhet vendos nëse do të kërkojë arkivimin e çështjes ndaj partneres së tij apo dërgimin e saj në gjyq.